ma hodhe këtë sprovë, o Allah, më godite me këtë sprovë, jo. Tha o Zoti, mua më ka goditur fatkesia. Shikoni çfarë edukate në drejtimin, po i drejtoi Allahut me lutje. Shikoni çfarë edukate. Shikoni se si ju drejtua Allahut Zotit ti, o Zoti im, mua më ka goditur fatkesia. Ti je më i mëshirshëm të mëshirshëm. Ma largo mua të fatkesin. Pra tregoj për rrugën përpara Allahut, të nderuarit e mi. Kjo mbështetja që ne duhet të kemi prej Zotit ton vjen me përulje, vjen me nënshtrim, nuk vjen me kryenësi, sepse Allahu nuk e pranon. Shembull tjetër të përuljes ne kemi profetin Musa a.s. I cili drejtohet Allahut duke thënë: O Allah, padyshim se për çdo gjë që ti zgjedh për të më dhënë mua, unë jam i nevojshëm për të. Për çfarë të lloj gjëje o Zot që ti zgjedh të më japësh mua, unë jam i nevojshëm për të. Pra ky edukim që Allahu na jep neve në nënshtrimin ndaj tij dhe në mbështetjen ndaj tij është shumë i rëndësishëm që ne të mësojmë se si t'i drejtohemi Allahut. E Allahu thotë në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idha da'a." E nëse të pyet, thotë Allahu, robi im për mua, njoftoja të thuaj se unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Por kjo lutje, të nderuarit e mi, duhet vi me nënshtrim të plotë. Duhet vi që ti në zemrën tënde ta dish se je i pas Zotit për ta ndryshuar gjendjen tënde, dhe vetëm Allahu është ai i cili e bën këtë punë. Pra ky hap i parë që është mbështetja tek Allahu, duhet vi me nënshtrim të plotë ndaj Allahut. Ashtu siç na i ka sjellë Allahu shembull profet pas profet, që ka qenë të nënshtruar e Allahut. Dhe përmendin dietarët se forma më e mirë që besimtari drejtohet Allahut me mbështetje është duaja. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Dua huwa al-ibadah." Duaja është adhurim. Kanë thënë dietarët e Islamit për adhurimet më madhështore që njeriu, me të cilat njeriu i drejtohet Allahut, është duaja. Ti përgjërohesh Allahut. Dhe në këtë rrugtimin tënd drejt përmirësimit, këtë muaj i Ramazanit, hapi yt i parë të jetë mbështetja tek Allahu Azza wa Jall me përgjërim, me dua. Duke mos pretenduar ti në veten tënde asgjë. Po ta dish se padyshim suksesi i gjithë është vetëm se ndor të Allahut. E ti po i mbështetesh Zotit. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë, të nderuar vëllezër, është që gjithë secili prej nesh ta pranojë në veten e tij mangësinë që ka. Nuk mundet njeriu të nisë ndryshimin pa pranuar se në veten e tij ka mangësi. Është e pamundur. Dhe shembulli se si ne si muslimanë, si besimtarë, kur e shikojmë një mangësi të vetja jonë, duhet ta pranojmë ekzistencën e saj, i kemi të pafundëm, por unë do të zgjedh një prej ngjarjeve që është shumë e njohur midis sahabëve, midis Abu Dharr al-Ghifarit dhe Bilalit, të cilën Allahu i shpërblet xhallarët tanë e marrin shpesh për shembull, dhe është për të marrë për shembull. Abu Dharr al-Ghifari, të nderuar vëllezër, ishte një njeri i cili vinte nga një fis të fortësh në gjuhën tonë. Vinte nga një fis të fuqishëm. Dhe kur Bilali radhiyallahu anhu po jepte mendimin e tij për një çështje, për një betejë që kishin patur, Abu Dharr i kthehet shumë keq, i thotë: "Apo na jep mend ti, o i ziu biri i Zezit? Apo flet ti për këtë çështje?" Dhe Bilali mundohet shumë me këtë fjalë dhe largohet, çohet dhe ikë. Dhe
Dhe Abu Dherri e kupton që rëndoi Bilalin me të fjalë dhe i shkon nga pas. Dhe Bilali shkon tek Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ankohet për fjalën që i tha Abu Dherri. Dhe dëgjoni të nderuar vëllezër se çfarë i thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dherri. I thotë Abu Dherri, ti ke në vetën tënde gjahiliet prej gjahiliet. Abu Dherri nderuar nuk ishte moshë re. Thuhet që ka qenë rreth të 5 vjetë dhe dëgjoi fjalë të rëndë prej Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk u përdrodh. Ja Resulullah, po ne kshu e kemi strukturën sociale, ja Resulullah, po ja ai është zinë jemi të parë, ja Resulullah, po ne kshu jemi rritur, ja Resulullah, po se kisha me të keq. Jo. E pa maksim të vetja e tij dhe e pranoi direkt. Nuk u përdrodh. E pranoi që në vetën e tij ai kishte maksim. Dhe u hodh direkt në aksion. Dhe si burr që ishte me cilësi të vyera për cilat ne mësojmë shumë, nuk e ka Bilalin vetëm dhe ti thosh o Bilal, ma bëj halal pas se kështu jemi nxitohemi njerëz jemi. Kemi maksiton. Po poshtrimin Bilalit ja bëri në publik. Dhe kërkimin e faljes Bilalit ja bëri në publik. Dhe shkoi përpara gjithë atyre që e poshtroi Bilalin nga vetja e tij dhe nga nëna e tij, dhe vendosi faqen e tij në dhe tha o Bilal, nuk e shoh faqen nga dheu biri të bardhës, i bardhi biri të bardhës, pa shkelur mbi faqen e tij këmba e të ziut biri të zezë. Burr. Pa mësim të vetja, ja evidentoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kishte në veten e tij gjehel